Glamniku, fshati i rrënjve dhe kujtimeve në zemër të Llapit, ku lumi përshpërit legjenda, shtrihet Glamniku si strev me dritë të përjetshme. Fshat me rrugë të lashta, me shpirt krenar, ku gurët flasin histori dhe lisat mbajnë amanet kombëtar. Në këtë vend, aktualisht, janë mbi 1000 shtëpi dhe ka më shumë se 5000 banor, zemra që rajnë të bashkuara si një trup i fortë. Glamniku deri në vitin 1999 ishte bashkësi lokale e fshatrave Buric, Kunushevc, Sekiraq dhe Penuh. Në oborrin e fshatit ngrihet krenare, xhamia e Haxhi Rahmanit, ku zëri e ezanit e përzien tokën me qiellin e hapur. Këtu lidhet edhe një plag që s'pushon së dhemburi. Xhemail Mustafa, biri i Kosovës, gazetar, publicist, shkrimtar, këshilltar i presidentit historik Ibrahim Rugova. Ai u vra mizorisht më 23 nëntor 2000 në hyrje të apartamentit të tij në Prishtinë nga dora e pabes që kur su kap. Vrasja e tij tronditi shpirtin e Kosovës pas luftë, një plagë që ende flet në heshtjen e natës. Veprimtari i njohur i çështjes kombëtare Adem Demaçi i kishte dajet nga ky fshat Jahovë, dëshmi gjaku e sakrifice. Por Glamniku s'është vetëm dhembje, është edhe krenari. Është shpresë që gjallon mes gjelbërimit, është historia që shkruhet çdo ditë në gur, në gjak e në zemër. Një fshat që mban brenda vetes frymën e të parve, e ngre kokën lart, edhe kur koha i sjell stuhi. Glamniku, më shumë se një vend, është kujtesë, është histori, është poezie e gjallë që rreh mes maleve të Llapit, si zemër që s'pushon kurrë.